Numri i lartë i besimtarëve që pritet të marrin pjesë në faljen e Fitër Bajramit mëngjesin e së premtes i ka shtyrë drejtuesit e Myftinisë dhe Xhamisë së Madhe të Durrësit të bëjnë disa ndryshime gjatë ceremonisë së namazit. Për herë të parë këtë vit, një pjesë e sheshit Liria dhe hapësira të tjera publike pranë xhamisë do të jenë në dispozicion të besimtarëve për kryerjen e ritualit të faljes që nis në orën 6:25 minuta. Këtë vit ne kemi menduar që krahas hapësirave të brendshme të shfrytëzojmë edhe hapësirat e jashtme rreth rrotullit të xhamisë, normalisht si çdo vit tjetër, por edhe hapësirat përballë xhamisë apo përbri. Sheshin përpara bashkisë, rrugën e cila është apo rrugën e trotuarit dhe çdo hapësirë tjetër të mundshme sepse faktikisht falja e Fitër Bajramit është më masive se falja e Bajramit Kurbanit, sepse njerëzit janë më të përfshirë në agjërim dhe më të përfshirë normalisht edhe për të marrë pjesë në atmosferën e faljes së Bajramit. Shfrytëzimi i hapësirave më të mëdha tregon që edhe besimtarët janë shtuar. Festa e Fitër Bajramit përmbyll muajin e madhërueshëm të Ramazanit, gjatë të cilit besimtarët e devotshëm agjërojnë. Një nga traditat kryesore të kësaj feste është dhënia e sadakas, një akt simbolik që thekson vlerat e solidaritetit dhe pamirësisë për më të varfrit, për ta festuar të gjithë së bashku këtë festë. Një herë në vit e presim Ramazanin si proces terapeutik për shpirtin, për kurimin e veseve, për largimin nga zhurmat e angazhimeve të përditshme, pra gjejmë si ti prehje edhe tek agjërimi, por edhe tek bashkimi në mbrëmje për të falur atë namazin e teravisë që quhet në gjuhën fetare. Fitër Bajrami është bajrami i cili shënon përfundimin e Ramazanit. Dhe fitër do të thotë është një lloj sadaka dhe lëmoshe, e cila rikuperon dhe kompenson të gjitha mangësitë përgjatë agjërimit të Ramazanit. Ose është ajo lëmoshe e cila jepet për çdo person i cili është në jetë pas perëndimit të ditës fundit të Ramazanit. Pra ai i cili është në jetë është i obliguar ta japë. Pas faljes, besimtarët kthehen në familjet e tyre për vijuar me ritualet e festës, që përfshin urimet, vizitat tek të afërmit dhe shtrimin e drekës së Bajramit, ku nuk mungojnë gatimet tradicionale dhe ëmbëlsirat festive.